disa reforma të rëndësishme, për cilat duhet flasim me njerëzit. Në këtë proces që nisim nga sot dhe deri në fund të prillit. Dhe pastaj deri në fund qershorit që konsolidohet me përfundimin e të gjitha zgjedhjeve në Partinë Socialiste. Kemi folur për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë. 10 legislatura kanë hyrë dhe kanë dalë në Kuvendin e Shqipërisë 1136 deputet. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhen më shumë deputet, po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak deputet. Dhe ne do ta zbresim numrin e deputetëve. Dhe besoj që për këtë ne jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Dhe prandaj ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Se ka dhe tema të tjera që ma hamendja mua, do të na vlejnë shumë që t'i vendosim përpara shqiptarëve dhe t'u lëmë shqiptarëve të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë. Kështu që besoj që ligji i ri për referendumet është plotësisht i realizueshëm brenda këtij sesioni të legislaturës. Së dyti kemi folur për ligjin organik për funksionimin dhe organizimin e Kuvendit të Shqipërisë. Është i domosdoshëm edhe ai sepse Kuvendi i ka deputetët pa status. I ka të pa mjaftueshme burimet me të cilat funksionon. Dhe Kuvendi s'ka as shtëpi. Kemi thënë që duhet ta bëjmë Kuvendin me shtëpi. Kështu që të gjitha këto duhen bërë dhe duhen bërë tani. Mbase nuk është e mundur që shtëpia e re e Kuvendit të përfundojë brenda këtij mandati, por është plotësisht e domosdoshme që të fillojë pa kaluar ky mandat, madje pa kaluar gjysma e këtij mandati. Pastaj kemi